prokuror me objektivitet dhe prokuror që po të themi nga ana e përgatitjes profesionale spikat në prokurorët e prokurorisë posaçme. Ani kam 2-3 pyetje nga smuse, se unë këtu për këtë punë jam, nuk jam për të thënë se sa të mira janë gjërat. E para njerë, klani i Dibrës me klanin e Skraparit, kush do fitoj këtu? Që ka shumë Dibran dhe ka dhe 2 Skrapalinj. Por ne të Korçës nuk na keni në listë fare. Kush është nga Korça këtu? Kemi Kondilin. Kondili nga Korça, tjetër? S'po gjej njëri tjetër tani, nuk e di Bekon, nuk e di. Beko është, ka qenë progres, por nuk e di që të them nga është. Nëse. Jo. Është histori. Pra, dhe këtë pyetje ta bëj tani, se zoti Dumani është nga Dibra. Po. Ministri i drejtësisë që iku ishte nga Dibra, ministri i ri që erdhi është nga Dibra. Edhe Rama tha ore, tha unë se dia, tha unë emërova, tha unë se dia, tha që edhe Lamallari tha që nga Dibra. Morë vesh ti ka? E emëroi dhe nuk e dinte. Nuk e dinte. Do na shpjegojnë në një serial sy më sy se si ka mundësi që kryeministri nuk di origjinën. Kryeministri nuk thotë që ore nga çfarë origjinë është ky, ai shikon vlerat tani. Atëherë ne, edhe ne shohim vlerat, mos shikojmë origjinën. Ai unë po them për kryeministrin, unë po them nuk shoh, jo çfarë them unë. Unë i kam parë këta gjithë, për shembull, Doloreza Musavelliu nga Skrapari, Klodian Brau nga Skrapari, po këta nga Dibra, Dumani nga Dibra, Xholi nga Dibra, Maksudi nga Dibra, prit kush ishte tjetër nga Dibra? Behari jo nga Dibra, me gjithë me emrin nga Dibra, se e kishe Po, ai ishte nga Shkodra. Vladimir Mara? Jo, s'është nga Dibra, është nga Mati. Po, është nga Mati, po. Po është edhe dikush tjetër nga Dibra. Duhet të kesh Anita Jella nga është? Mund duket se është nga Dibra. Është nga Dibra, jo. Po shikoj klani i Dibrës? Atëherë, shikon, nuk ka kjo është për relaks, me që kemi kohë ta diskutojmë. Nga do të jenë, rëndësishme është që janë profesionistë, që janë objektiv dhe do të çojnë, po themi, përse mos e themi si ato fjalimet e kongreseve, po do të çojmë përpara punën e drejtuesve të deri tanishëm të prokurorisë posaçme, se në fundit nuk do të kuptojmë diçka. Puna në grup është shumë e rëndësishme në këto lloj prokurorish. Dhe këta prokuror kanë bashkëpunim? Duhet të kenë, jo vetëm bashkëpunim, po duhet të kenë, po themi, një lloj standard, një lloj marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin, sepse puna në grup në prokurori është shumë e rëndësishme. Aq më tepër në një prokurori të specializuar ku lufton krimin e organizuar dhe rreziqet janë shumë më të mëdha. Mendo se ç'mund të presësh kur ti nuk ke besim te kolegu që ke në krah që mund të të dekonspiroj. Unë them dhe nuk duhet të ekzistojë. Të paktën në prokurorin për krime të rënda nuk ekziston. Se ti ke provoj. Sa nga këta kanë qenë prokurorin e krimeve të rënda? Shumica. Shumica kanë shumica kanë qenë në prokurorin për krime të rënda. Dhe për këtë arsye shkojmë ke roli i drejtuesit. Drejtuesi ka dhe një rol të kompaktësimit të skuadrës. Nuk është si sistemi drejtësisë, po themi, si gjyqtari që është i ftohtë, rri në zyrë, del në sallën e gjyqit dhe nuk ka lidhje e ka shok apo se ka shok kolegun që ka në krah të trupit gjyqësor. Prokurori është tjetër gjë. Prokurori duke qenë se është në hetim paraprak, duke qenë se jeton me rrezikun e luftës kundër krimit të organizuar, duke qenë se jeton me rrezikun e presioneve si politike, si nga jeta kriminale e njerëzve që ai jeton, duhet patjetër të jetë kompakt edhe të ketë besim te ai që ka në krah. Tani një pyetje kam me kë nga këta ti mbulojnë me zjarr krahët njëri tjetrit. Me kë nga këta te krimet e rënda ti ke kaluar momente të vështira Eugen? Po momente të vështira në shkuptim. Po, çështje vetë, çështje ju s'keni pasur çështje vjedhje bicikletash, ju keni pasur çështje. Ai që kemi qenë bashkë dhe kemi patur bashkëpunim. Me Xholin, me Xholin kemi pas disa çështje të vështira, me Adnan Xholin, po kemi pas disa çështje të vështira. Kemi kaluar momente të vështira? Kemi përballuar me sukses disa momente të vështira që kemi pasur. Edhe kërcënime? Po. Edhe kërcënime? Po, sigurisht. Kurse me të tjerët kemi qenë kolegë, pas kemi pas çështje për bashkë. Trim ndonjë, Po, sigurisht. Është trim, Po. Tash ja folëm për klanin e Dibrës. Po sa mirë më vjen ti thuhet një herë. Ka vetëm në Skrapar trima. Jo, prit, se s'kemi vetë Skraparin po. E di çfarë do thosha Eugen? Je nga të rrallët avokat, se statusi sot avokate, parosi se unë të them gjithmonë prokuror, unë them prokuror, se ashtu të kam njohur, që flet kaq mirë dhe disa mirë më vjen që flet kaq mirë, sepse ka dhe avokat tjerë, i respektojnë ata, edhe fillojnë, ky këtë, po kur ti i thua kaq mirë këto fjalë, kur ti ke punuar me ta, ke ndar vështirësi, punë dhe punë konkrete, mua më vjen aq mirë
Eugen Beqi sa më kënaqem me këtë. Ço do të kuptojmë diçka që të punosh prokuror në Republikën e Shqipërisë është shumë e vështirë. Dhe për të shkuar prapë ke drejtuesi prokurorisë, a e kuptoni sa të vështirë do e kenë të kandidojnë e jo më të zgjidhen drejtues në këtë lukuni sulmesh të opinionit publik, të politikës, të krimit organizuar, ai që do zgjidhet drejtuesi prokurorisë. Edhe krimi organizuar po punon që të ndikoj? Në mos të ndikoj, ai që do kandidoj, unë jam në lëkun e gjithë secilit prej tyre. Ai që do kandidoj, e kupton sa të vështirë e ka dhe në pikpamjen të përballimit të presionit, të opinionit, të sulmeve nga më të çuditshmet, sepse në Shqipëri çfarë nuk ndodh, dhe e kuptoni sa të herë duhet ta masin veten këta njerëz që të tentojnë të kandidojnë për drejtues. Prandaj kemi vënë aty. Po patjetër. Ti ke vënë aty që ata drejtojnë sipas ligjit. Ti nuk i ke vënë aty që të çohet një parti në mëngjes ti shaj, një parti në drek ti lëvdoj, krimi organizuar në darkë këtu çojnë një mesazh. Ti ke vënë aty që ata të kenë punën e tyre sipas ligjit. Por në rast se ti nga mëngjesi deri në darkë anatemon drejtuesin e prokurorisë posaçme, anatemon prokurorët e posaçëm, një pas një, atëherë çfarë rezultati mund të kesh objektiv? Të gjitha që shikon janë njerëz, kanë familjet e tyre, dhe të gjitha që shikon kanë atë refleksionin e tyre me veten e tyre. A e kupton që njeriu lodhet edhe nga pikpamja psikologjike dhe thotë po ç'mu desh mua kjo punë? Dhe jo për keq, se shpeshherë bie në drurit shkurt shqiptarët tonë, si mund thua që mund desh mua kjo punë, po njerëz janë ata prej mishit dhe prej gjaku. Nuk mund të kesh super heronj dhe do thuash jo, po unë prandaj kam zgjedhur aty, prandaj ti jap rrogë të lartë. Dakor, ti prandaj e ke zgjedhur aty, prandaj i jep rrogë të lartë, prandaj i jep po themi benefite të tjera, prandaj i krijon kushte sa më të mira. Po kjo s'do të thotë që ti të marrësh librin dhe me libër shpije nga mëngjesi deri në darkë ti marrësh një nga një të gjithë ta, sepse minimale i bën dëm vetes tënde ti që sulmon. Pse i bën dëm vetes tënde ti që sulmon? Sepse njeriu është qenie e çuditshme dhe nga ana psikologjike. Të sulmosh gjithë ditën, a mund të jesh më objektiv? Ja. Ka mungesë. Jo. Mund të sulmosh, po bëj edhe në një vlerësim. Jo vetëm aq. Po ti në rast se sulmon gjithë ditën atë person, gjithë ditën prokurorin tënd të çështjes, po themi, ti si politikan, mendon që ai mund të jetë objektiv? Është çike vështirë. Le mos flasim tani me ligje, jo po kështu, jo po ashtu. Janë, Eugen, janë 20 heronjt e drejtësisë këta prokuror? Shko, kjo fjala hero nuk më pëlqen në fakt. Po çfarë janë këta 20? Këta janë 20 persona, të cilët për shkak të përvojës së tyre, për shkak të profesionalizmit të tyre, janë zgjedhur të bëjnë një punë të veçantë, elit në prokurori. Dhe në fundit po bëjnë, po themi, zbatimin e ligjit në kushte të veçanta të një strukture e cila ka subjekte të posaçme, ka dhe përcaktuar krimin e organizuar dhe korrupsionin e zyrtarëve të nivelit të lartë. Nuk e them dot fjalën hero. Nuk më vjen. Nuk më vjen për askënd. E kuptova. Jo për këta, por në gjithë kohën, edhe më parë dhe më pas. Një nëpunësi publik, një shërptori publik të shtetit nuk mund t'i thuash hero. Hero po, mund t'i thuash një personi që s'ka lidhje fare me detyrën dhe bën diçka për të mirën publike. Tani që të mos i kthehemi përsëri, sepse do të guximshëm se amana se kush e di si interpreton. A janë të guximshëm, sigurisht janë. A janë besnik të ligjit, përpiqen të jenë besnik të ligjit. Përpiqen. Pastaj do të diskutojmë kodin penal, por më që jemi te prokurorët, kemi një çështje me Olsdadun, me zotin Velie, i cili e ka çuar çështjen gjykatën kushtetuese. Dhe janë disa gjëra që do doja mendimin tënd. Madje para se të shkosh ke mendimin, që patjetër do ta jap mendimin tim. Meqense bëm gjitha diskurs të linçimit të personave dhe të emrave, unë prirem dhe jam shumë komod të them që kemi përballë prokurorinë e posaçme me kryetarin e Bashkisë Tiranës. Nuk mund të kemi përballë Olsdadon me Erion Velin. Jo si e kam parim, po. Jo si e kam parim. Edhe në sallën e gjyqit, si prokuror kur isha dhe sot që jam avokat, nuk i drejtohem asnjëherë avokat filanit, po avokati përfaqësuesi ligjor i këtij. Siç edhe avokatët me integritet i drejtohen prokurorit, organi përfaqësuesi i akuzës, jo me emra. Tani si avokat i keni fituar tëra çështjet apo i keni humbur? Si i keni bilancin me këta? Po jo, nuk është tek ta. Po. Duhet edhe një herë gjëja foton e jo, prit se ka rëndësi kjo. Sa çështje ke fituar, sa çështje ke humbur? Tek ta shumicën e çështjeve e humbet.
Wow! Ç'ishte kjo? Vazhdojmë tani. I ke humbur, ë? Po sigurisht, jo Edhe folë aq mirë? Po nuk ka lidhje je shumë larg se nuk ta jep dot dorën. Nuk ka lidhje zbatimit. Je shumë larg, do ta jepja dorë. Do të thotë që ti të kesh humbur çështjet dhe flet kaq mirë, po s'ka lidhje me objektivitetin e të zbatimit të ligjit. Eugen Beçi, ti e meriton të ishe jo në spak, po ç'ishin ata që të hoqën ty mëre? Ata janë tjerë. Janë këtu. Tani, vim te çështja e zotit Veliaj. A kishim shkelje të procedurave juridike me shkarkimin nga Këshilli Bashkiak? Të ndajmë diçka. Po? Unë kam dëshirë të ndaj. Çështja penale, procesi penal, që ndjek prokuroria e posaçme ndaj zotit Veliaj, po? Për hir të ligjit, për hir të objektivitetit, nuk ka lidhje me shkarkimin administrativ që i ka bërë Këshilli Bashkiak dhe më pas e ka miratuar. Po, s'ka lidhje, është komplet gjë tjetër. Janë komplet dy drejza paralele, nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Nuk afektojnë njëra tjetrën. Për sa i përket asaj që ju thoni, në mënyrë të drejtë për drejtë, unë mund të them me gojën plot. Që? Po, shkelje procedurale në shkarkimin, në procesin e shkarkimit të zotit Veliaj, kishte. Sepse procesi e quaj faktin që kemi një mbledhje të Këshillit Bashkiak që bën propozimin dhe pastaj shkon në Këshillin e Ministrave që bën miratimin e këtij propozimi me atë ndërmjetësin që është prefekti.